Evis Sallushi, kandidatja për deputete e Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës e para në listën e hapur, ishte ftuar në emisionin Spekter të gazetares Irena Muhaj mbrëmjen e të premtes, në një transmetim të drejt për drejt në televizionin 6+1 Vlora, por edhe në rrjetet sociale. Kandidati Sallushi foli për rrugëtimin e saj jetësor, si në aspektin e formimit profesional, por edhe atë politik. Një rrugëtim që Sallushi e vlerëson si një kontribut në qytetin e Vlorës, qytetin ku është lindur e rritur, e prej vitesh ka krijuar edhe familjen e saj të re. Por përse vlonjatët duhet i besojnë votën, kandidatja socialiste thot se aseti saj është se ndër vite, përveç kontributit në Partinë Socialiste, ka investuar në kualifikimin personal akademik dhe në dashurin për qytetin e Vlorës, të cilën u apërçon dhe edukon brezit të ri, duke nisur nga fëmijët e saj deri tek studentët e Universitetit të Vlorës. E nëse do të vot besohet e do të vishet me kostumin e deputetes, kandidati Sallushi thot se do të jetë një zë shumë i fortë në kuvent për t'i dhënë vlerën e dur njerëzve të shëndetësisë, infermierëve, pasi shdega për të cilën ka kryer studimet e larta dhe ja njeh në brendësi problemet, por edhe perspektivën. Me funksione në strukturat e Partisë Socialiste të Vlorës, ish shef e Fakultetit të Shëndetit në Universitetin e Vlorës, kryetare e Këshillit Bashkiak të Vlorës dhe aktualisht antare e Këshillit Bashkiak, kandidatja e Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Evis Sallushi tha se vlonjatët duhet të votojnë për qytetarin dhe formimin që ka. Në pjesën e dytë të Spekter, përballë gazetares Irena Muhaj, i ftuar ishte Atyrt Hoxha, kandidati për deputet i Partisë Demokratike në listën e sigurt. Një zë i fortë opozitar në Këshillin Bashkiak të Vlorës, Hoxha tha se me mandatin e deputetit, Vlora do të ketë në kuvent një zë edhe më të fortë, duke besuar në karakterin e tij luftarak, siç thot për t'u shkuar përtej kufive të një qyteti, çështjeve që i përkasin Vlorës me shumë probleme sipas tij. Ish kryetari i Partisë Demokratike në Vlorë, tashmë kandidat për deputet, Hoxha, thot se sfidën dhe luftën e ka për të sjellë dinjitetin e qytetarëve, të cilët sipas tij kanë 12 vite që vidhen e janë varfëruar. Hoxha, duke u përqendruar në politikën e madhe, tha se qytetarët vlonjat do të dinë të zgjedhin programin e Partisë Demokratike, një program social dhe ekonomik, një program që do të sjellë sipas kandidatit Hoxha mirëqenien e familjeve vlonjate, zhvillimin e sigurt të bizneseve, e po ashtu do të rikthejnë në vendin e tyre vlonjatët që kanë emigruar. Emrat e kandidatëve të Partisë Demokratike, si në listën e sigurt, ku edhe bën pjesë, por edhe ata në listën e hapur, Hoxha e vlerëson si një listë të përbërë nga emra me integritet dhe kontribut në qytetin e Vlorës. Me ngulm dhe me bindje, Hoxha beson se vlonjatët do të risjellin në pushtet Partinë Demokratike për të risjellë zhvillimin e Vlorës, qytetit, por edhe njësive administrative. Mandatet 6 thot se do të jenë të sigurta të Partisë Demokratike.